Përshëndetje miq të dashur. E ndëgjova analizën e Vjosa Osmanit Njerkës të Kosovës, Tuqin Peka. Kështu që u të derova të mbledhej pak të historisë sajna prej LDK-s, kur e kalon LDK-n, o hitu Kurti, gjatë Kurtit sa kon, mas që dalë për Kurtit, çka ka bo, çka ka punu, çka ka fol, edhe tash, në më thonë, për dekretin e që shpërndati Kuvendin. Por, edhe për Halil Gecin, gjëja e pas ka sulmue, edhe pas ka terrorizu me një farë mënyre që kishe pas ka bo thirrje për vrasje. Por gjithë këto, për vrasje për Tuqin Peka, jenë ma në fund, të ndigjojmë njëre miq të dashur, hymin e sajna në LDK edhe deri të Kurti, vetëvendosja. Shkojnë me që lutëm. Po më vjen interesant sa shumë të paskan dhimë të këto replika tona me PDK-n. LDK. Vërtet je ka dëshmon katërcipërisht që jeni po ai brumi njëjtë. Vetëm shiko sa ish deputet të PDK-s ke për rreth. Shiko sa ish LPK-s ke për rreth. Dhe do ta marrësh përgjigjen pse unë e lumiri, jo sot, por kur nuk do të vim në vetëvendosje. Krejt karriera e politike lidhet me LDK-n dhe do të lidhet vetëm me LDK-n. Kur asnjëherë me asnjë parti tjetër. Në ditën që unë nuk jam më në LDK, nuk jam më as në politikë. A përshëni me çfarë premtimi pa dhomë. Në më thonë, e kom bo këtë mbledhje, këtë mbledhje të videove, këtë të bëjmë, në më thonë që mi të reguhe se kush është, kush ka qenë, kush është e kush ka me konë. Shkojnë edhe pak me që. Kaq, aty unë e përfundoj karrierën time politike. Po kjo nuk nënkupton që na duhet me shku prej një sistemi të Pablo Escobarit, që me të drejtë qytetarët e kanë krahasu. Ta bon Albin Kurtin, kryeministin ton, Hugo Chavez, Escobar. Ngone miq. Te Hugo Chavezi. Ajo që ka ne ofrojmë është qeverisje normale. Tash me Kurtin, masi ka dalë në lëvizjen vetëvendosje miq. Shkojna? Shumë e vërtet që për një kohë të gjatë kanë qenë e rrethuar me njerëz të cilët kanë ndërtuar konstruksione të tilla në raport me zotin Kurti, dhe storje të tilla. Jo, se sa ishe në LDK, ti ke fol me vetdije të plot, edhe me këmbgulje të plot. Nuk jeti që s'ke ditë. Ja, mu viktimizu nuk bon. Rri ajo që je, mendimin që e ki, zamin që e ki. Viktimat lej, viktimizimin lej, shkojnë amiq. Të cilat ka qenë ti e pamundur ti vërtetosh përveç se tu besosh kur je e rrethuar aty, sepse nuk është që kam pasur ndonjë kontakt që ta njihja mirë zotin Kurti. Bashkëpunimi që kemi ndërtuar me lëvizjen vetëvendosje, me që të gjithë antarët, nga zoti Kurti, zoti Konju. Koni so mirë fol, prej ma të madhe dhe ma të voglit, po të ngoj ma në fund. Sa e deri të antari fundit, ka qenë i shkëlqyeshëm, i jashtëzakonshëm dhe për te i pritshmërive tona, ne kemi raporte shumë korrekte institucionale, edhe në rastet kur nuk jemi pajtuar, kemi pasur raport të shkëlqyeshëm, interinstitucional dhe ndërnjerëzor me kryeministrin. Por këtu e thonë vendin njerë. Tash të dëgjojmë pas Kurtit, kur e qoj Kuvendin, që shpërndati Kuvendin, edhe të diskutojnë së bashku miq. Sa përgjithshëm e me qëllime të rrezikshme. Alternativa pra, kur u bën këto anjet të rrezikshëm? Më herët i the ka gjithë fjalë më dhaja. Prej Albin Kurtit, Glauko Newsen, deri më mrami, të ekspedicion është i mrami, këna kalu shumë mirë. Kur të bënë armisht të joj zoj? Oj sorra Kosovës. Kur?
so razez. Kur o bu ka shpërqarë që ti. Këtu po të regon vetën ti, po të regon vetën që vetëm për kitë karrik. Jo këtu, po president se kam fjallin. Vetëm për karrik. Gjatë fjallime që ti po fol, për vërtetan vetë. Shkojnë amiq. Do të krijonin situata shumë më të rrezikshme. Një vend pa qartësi kushtetuese, një proces i zvarritur pafund, siç e kemi parë edhe në tërësi vitin 2025, dhe një shtet që fillon ta relativizojë edhe vetë kushtetutën e tij. Atëherë dhe me ndreq, dhe më thonë, mas 5 vite, që ta shkaron men, që këta ko kanë të rrezikshëm, këta po dhe kanë për shtetin, këta po dhe kanë për kështot. Apo? Jo. Tash me sintetin, të ngojmë pak të diskutojmë. Atyre analistëve popullorë që janë afër djathtës, po them dhe ish diplomat, atyre këtu që janë me Kurtin dhe e shikojnë Ramën si tradhtar. Më falni. Që janë me Kurtin dhe e shikojnë Ramën si tradhtar, ka një konspiracion që kanë gjitë edhe në Tiranë deri diku te pjesa e militantëve të djathtë dhe në Prishtinë tek pjesa e militantëve të VV-s, se kishte një konspiracion ndërmjet Vjosa Osmani dhe Edi Ramës, dhe ju ftuat në Rama këtu, që ai të siguronte votat e PDK-s, ndërkohë që nuk u asiguroi dot. Gjithashtu, qëndrimet e Do me thonë miq, kjo e pas ka thirrë Edi Ramën me 16 shkurt, për me arë me diskutu edhe me jabo votat e PDK-s për presidente. Të paktën unë për kopte kështu. Shkojnë amiq? Mia, por edhe të shumë kolegëve të huaj, ndaj që të Ramën në raport me Kosovën, janë publike dhe në gjykimin tim ai ka qenë një dëmtues i jashtëzakonshëm dhe vazhdon të jetë dëmtues i jashtëzakonshëm me interesat të Kosovës. Bravo. A ka pas një afrimit të Vjosa Osmanit me Edi Ramën në këmbim të ndihmës votave nga PDK-ja? Këto konspiracione, aq sa janë absurde, janë po ashtu të rrezikshme. Janë absurde sepse të thuhet për një presidente që e tëra që ka bërë përgjatë këtyre viteve në presidencë është mbrojtja e Republikës së Kosovës, shpërfaqja e qëndrimit të Serbisë si agresor, shpërfaqja e krimeve të Serbisë dhe shpërfaqja e fytyrës së vërtetë të Serbisë në mënyrë që bota ta kuptojë se kush janë ata dhe ta rrit përkraje në raport me ne. Dhe tani të barazohem me Vučićin, kjo po e them është e rrezikshme sepse ka rezultuar edhe me thirrje publike për pushkatim sot. Jo, mos e dhe s'ka mua bisedën oj njërë ka Kosovës. Sepse kundër Vučićit na jem tonë, kundër Vučićit punojnë tonë. Ti, sa ke punu mirë, sa e konë mirë, tonë të këna e përkra. Hinë këqyri videot e mija personale, sa one kom folë për ty, sa one kom kundërshtu politikanë tjerë për ty, sa one kom kundërshtu analista tjerë për ty. Ja, nuk më shme nga qitë lëqë. Jo, kur punon njeri, punon. Por ti ati që ke bo. Të na thojmë fjallë popullore, si kura e lopë e mirë, që qëtë 10 kila qumsht, e në fund i kanonën në shkele me i dirë kretë, që ashtu e ke bo ti. Ti ke punu shumë mirë, punove shumë mirë, kur ke punu shumë mirë, respekt, halal. Këtë kanë thonë halal, këtë kanë mbrojt, këtë kanë thirë princesha e Kosovës. Unë e vetë, i hinë këqyre vidët, si këmë shly, i kia të logët, princesha e Kosovës, mbretresha e Kosovës. Ama në atë moment që devijajsh, që ka prite, me të mbajt halan, plomp dorë si princesha, nej, jo të lutëm. Shkon kështu. Shkojnë amiq? Sa i përket puna thirrës për ata, për vrasje, që ta është tregoj,
se çka është thira për vrasje. Gjë që, si që dini, gjua e tillë linquese në vitet e pas luftës në Kosovë ka rezultuar me më të keqen. Natyrisht që këto konspiracione, këto shpifje, këto sulme në asnjë moment nuk do më zbrapsin. Por Nuk nuk janë shpifje asnjë zoj. Asnjë nuk janë shpifje këto. Këto janë sene krejt që janë po. Këtë janë sene, gjëra që ti ke bo. E shku në Amerikë e majtë vledhe tinë za kurtit, e taku me Grenellën, e taku me Bega në Amerikë, që se ka dit njëri gjallë në Kosovë, që ti i ke bo këto. Ashtu ajo. Edhe kush ta ka bo të mundshëm këtë takim? Batanovici. Sikur se Batanovici mos kish fol në për studio, nasi kështë marrë dhe shkur. Ja, që janë këto theshe thoma. Unë vjen keq. Republikës së Kosovës. Ndjeni e kërcënuar nga ky mesazh sot në kjo thirrje, po kjo analogjisht në Turqi po shkartohen. I kemi kërkuar në institucioneve të rendit që të merren me këto kërcënime. A një veç adhashin peka? Po shkatohen. Kjo do të thot që ti s'ki nevoj më tut. Pse? Sepse kështu e kuptoj edhe une. Që e kuptoj që në peka. Nëse dikush të thot, sigur tash komentar shovitin që shka thonë për kryeministrin, kur ty s'tu ka një asë një fjallë, dë vetmen, kur njeri ka lip me varë midis Prishtine. Të pakten, une, asë një fjallin tonin se këm dëgju. Që e dalë ke thonë, ke marrë farë iniciative. Por, Aligeci ka thonë, që po të shekon në Turqi, me politikë në Turqi, të shekon në Turke, të kështë e bo kry shtete, trathi shtete, ata dhe dvarin. Një ranë dhe dvarin. Jo ty si vjosë se të jenë Kosovë, si jenë Turqi, po flasëm për Turqë, po flasëm për Kinez. Kështu që ti s'ka nevojë me marrë nga të vete, nga të zemra. Se s'ka thonë të i personale. Kështu të paktin, kështu e kuptojnë. Shkojnë amiq, edhe pak. Snime nuk është e vetmja, dua ta them që nuk është e vetmja. Mirë po sikur këta njerëz ta shfrytëzonin vetëm 10% të kësaj urrejtjeje, të kësaj energjie negative, të këtyre sulmeve, që në fakt të merreshin me Serbinë, jo me... Shine me qëfar nivellit bisedës bon. Që shpënohet me ullë poplin. Që shpënohet me ullë 50% të poplit. S'po flasë ma shumë për kuptonin me që. Shkojnë me që. Presidentën e Republikës së tyre, të zgjedhur nga vota e popullit dhe konfirmuar në parlament. Na të kena zgjedhë o zoj, thash ma heret, o zoj, të kena zgjedhë por me punu, qysh ke punu. Por jo me tradhtu, në fund, kur të djek karrika, kur të djek bishti, kaja nonën Kosovës, kjo i bjen që ashtu. Po si kur të kishe vot punu, mos me bo kryeministri Bigjozzi, po lutë me Kosovë. Hala ishe presidente. Por sikur kjo energji, sikur këto sulme në fakt të drejtoheshin në raport me Vučićin nga presidenti i Serbisë, i cili kreu akt agresioni edhe sfundi ndaj Kosovës, jo vetëm nuk i ka pajet vetëm të viteve të 90-ta, por edhe të ditëve të sotme, Kosova do të arrinte shumë. Por për fat të keq kanë gjetur gjuhën e linçimit pa asnjë argument të vetëm. Unë i bëj thirrje që të gjithëve, nga kryeministri, nuk është e vërtet. kryeministrin Gone tash, oj Vjosa Asmani,
o njerë ka Kosovës, ngohet çka është me thonë dikush me vrarë një kryeministër. Ngo. Albin Kurti me mujtë e shakollë që du. Ha? Pse? Ja detrator. Albin Kurti me mujtë e kësha kallë së me disë Prishtine. Dhe pak? Trator, shqiptor, që nuk orë në kështë, i Rusisë ku që këtë familje po jashtë. Qa po më të Albin Kurti. Ashtë punu mirë, a... Kur ma keq u thash, i moj me në shumë qeveri. Prej kore Rankovicin të deshe, prej 6 gjorëse, të këtë gjithë moment qeveri pa të keqe Kosovës ka po. E cila pak... Mishtë dashër, a ndëgjut, unë asë një herë nuk e kom dëgju që dalë presidentja jonë që na kena votue me thonë diçka për kryeministrin. Kur midis Prishtinë thotë unë me mujtë e kësha kallë Albin Kurtin qëto. Asë prokuroria, unë s'kom dëgju që ka marrë sen për këtë vepër. Amo për Vjosa Osmanin, njerëkën e Kosovës, direkt pas ka prokuroria, gjëja, si mas qka ponia në rrëtë sociale, që unë si ma tjetë, dhe qka poni në rrëtë sociale, gjëja se pas kanë thira ligesën e qapodhjone. Unë e me këta nuk pajtona, sepse nuk i ka thonë direkt me thonë kë. Unë me mujtë tha që tu i kësha kallë me disë Prishtinë Albin Kurti. Kjo është akuzë e ranë. Menimi jam. Mishtë dashër, kjo ishte video mire pashën video tjera. Qa me thonë mishtë dashër? Opozit, like share,